pasaport ka brenda dhe njojën automatike të pensionit. Dhe kur marrim atë pasaport, ne të gjitha ata që jetojnë jashtë, nuk ka nevojë ta kenë më pasaportën e vendit që janë atje. Pasaporta kuqezi në Greqi do të jetë e barabartë me pasaportën bardhë blu, njësoj. Me të vetmi ndryshim që me pasaportën kuqezi nuk bëhesh dot deputet dhe nuk bëhesh dot ministër në Greqi. Por tani emigrantët mund të bëhen deputet dhe mund të bëhen ministra në Shqipëri. E kemi zgjidhur edhe këtë punë. Por mund të bëhesh kryetar bashkie, kryetar komune, antar këshilli, mund të bëhesh europarlamentar me këtë në çdo vend të Evropës. Sepse është ajo që korrigjoi Nikua Ilirin. Iliri tha, ta fusim me Europën dhe kujtoi se bëri gabim. Në fakt, është eksakt kjo. Europa bëhet Shqipëri, Shqipëria bëhet Europë. Shqipëria bëhet e madhe sa BE-ja, BE-ja bëhet e vogël sa Shqipëria. Kjo është ajo që sjell 11 maj si një mundësi për të përmbushur një profecinë e Gjergj Kastriotit dhe pastaj një amanet që na lanë shkruar rilindasit dhe për rilindasit juve keni shumë prej tyre shpirtrat e cilëve janë vërdall këtu në qiellin e këtij qyteti dhe ajo që ne të gjithë cili do që ka të drejtë vote ja ka bosh në radhë parë atyre fëmijëve që nuk votoi dot në 11 maj. Sepse më shumë se për të gjithë të tjerët ajo pasaport është për ata fëmijë. Dhe prandaj I them prindërve demokrat, baballarëve demokrat me ato çfarë uje. Ku do veni me ato Ku do veni? Tamam, jo, unë se bëra ashtu. Po një hap larg ishte. Ku do veni me çfarë uje? Ashtë më tepër në Korçë. Korça është e serenatave. Këta duan ta bëjnë Ku ka pas ndonjëherë në Korçë? Ku ka pas? I vetmi vend ku dhe qend nuk lehin po këndojnë. Korça. Dhe ndoshta për këtë arsye kanë dalë ca që bëjnë Prindrit demokrat duhet ta mendojnë të gjë. Kanë votën, kanë fëmijët. Ja ku janë. Ata fëmijë nesër do shkojnë në shkollë, do duan të shkojnë në shkollë në Europë. Do duan të shkojnë në universitet në Europë. Me atë pasaport I çojnë dhe nuk paguajnë 10 fishin, sepse fëmijët e tyre nuk janë më të huaj, as në Greqi, as në Itali, as në Franca, në Spanjë, po janë qytetarë barabartë të Europës. Janë europianë barabartë. Edhe sa vite, sa dekada do mbetemi ne popull I dorës dytë, popull I përshmuar, qytetarët huaj. Një nga popujt më të vjetër, Zoti e ka vënë në mes të Europës, jemi akoma të huaj për Europën. Pse? Për cilën arsye? Ka shumë arsye në të shkuar. Sot nuk ka arsye nëse ne nuk duam të krijojmë arsye që janë të gjitha arsyet e mos arsyes. Për këtë, unë I bëj apel të gjithëve që të bashkohen. Dhe mbi të gjitha e përsëris prapë se nuk më dele keqja me ato edhe me atë kënetën porno politike atje, që një minutë më vëlla se edhe për Korçën për nderin e Korçës. Në atë pallat sporti është çnderuar Korça, po ju them. Korça është çnderuar në atë pallat sporti. Në atë pallat sporti janë çnderuar të gjithë ata që kanë kënduar serenata. Të gjithë ata që kanë dalë nëpër Korçë me frak edhe me ato kostumet e mrekullueshme që e bën Korçën kur të tjerët zdinin ku binte Europa, Korça quhej Paris I vogël.